9 grada. Përshëndetje, po ndishtë një Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do shojmë së bashku disa nga momentet më pikante, më të diskutuara dhe më virale të botës virtuale, të cilat në vinë nga ngjarje nga vendi, rajoni, por edhe në rang ndërkombëtar. Duke se ka pasur disa momente në fakt nga parlamentet vendeve ndryshme, të cilat ka marrë vëmendje maksimale në rrjetet sociale, duke ndalur tek seanca e sot në plenare në Shqipëri, në kuvendin e Shqipërisë, ku disa ishin momente në fakt të cilat ka marrë vëmendjen e qytetarëve shqiptar, por ndërto do të flasim për dy prej tyre. Fillimisht për thirrjen e Dashnor Sulës kundrejt kreu demokrat Sali Berisha, duke i thënë atij që të largohet për të realizuar dhe shpëtimin e Partisë Demokratike. Ndjekim fjalën e tij. Nëse të dhimbset dhe do i bëje thirrje këtu nga foltorja e Kuvendit Shqipërisë, dhe jo Kuvendit Popullor rëndom që e thot në herë. Nëse të dhimbset ende kjo krijesë që ndërtove vetë, i jepi drejtim, tërhiqu dhe lërë garën e lirëve të barabartë. Ki besim të demokratët, jo si që bërë në vitin 2013, kur ja dhe atë Benjaminit tënd dhe shkatërrove karrierën politike së Kololdashit. Edhe atë që bërë në qershor vitin 2021, të cilët i vodhët votat kandidatëve të tjerë për kryetar Partisë Demokratike dhe u prishet me 9 qershor, 9 shtator të vitit 2021. Ki besim, doktor, se demokratët janë të mençur, demokratët janë të zgjuar, dhe demokratët do dinë të zgjedhë njeriu që do t'i çojë drejt pushtetit demokratët në vitin 2029. Ti ke dhënë gjithçka sa partie, por këtë herë është e vërtet momenti që të shijosh me familjen, nipër e mbesa këtë energji që të ka dhënë Zoti dhe hapi rrugë shpëtimit Partisë Demokratike. Kjo është ndër të fundit fjalë, në fakt, që Dashnor Sula do të bëjë në kuvendin e Shqipërisë, pasi duke marrë parasysh se ishte më i votuari i primareve Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, ai u la jashtë listës së mbyllur në garën e 11 majit dhe më pas u tërhoq nga lista e hapur dhe kë përpasoi e humbi dhe mundësinë për të hyrë në kuvend në shtator 2025. Teksa flasim për të tjera momente nga seanca e sotme plenare, ka pasur shumë replika, ka pasur përplasje, ironi, thumbime mes opozitës dhe mazhorancës. Ndërto është një moment në fakt i bërë viral nga Tauland Balla, i cili ndër të tjera u bëri thirrje në fakt demokratëve që të marrin strategun e tyre, atë vërtet beneficialin, përfituesin, jo Laçivitën e zhdukur, por bëhet fjalë për Selaminë Nisherin, të gjejnë numrin e kontaktit dhe të japin Silvinjos, ndoshta do të ndihmojë kombëtaren e Shqipërisë se në zgjedhjet parlamentare të 11 majit në fakt nuk qullosi gjë. Ndjekim fjalën e tij. Edhe pse futët brënda vetes, loj, edhe gjeniun e ri të futbollit ndërkombëtar Sel Jenisherin, të cilin ju lutem na gjeni në numër kontakti që t'ja japim Silvinjos, se mund na japi në skem të papame, se me që skema e zgjedhjeve nuk ju funksionoi, të paktën ta përdorim për të fituar neshjen me Serbinë. Hej zot. Rikujtojmë se Selami Nisheri, i Partisë Pensionistëve, i cili mori pjesë fillimisht në koalicionin e madhështorëve duke u tërhequr pas nga gara e 11 maj, gjithashtu i dërgoi vetëm disa ditë më parë një letër trajnerit kombëtar Silvinjo, duke u vetë ofruar për t'i dhënë një stërvitje, një formulë magjike që të t'japi fitore ndjemve të kombëtares në përballje të tyre me Serbinë në 7 qershor në arenën kombëtare. Thash pak më parë se ka pasur disa zhvillime të cilat kanë ndodhur në sallat e kuvendeve në shtetet ndryshme të botës. Pam ato në Shqipëri, do të shohim në Bullgari, ku ka pasur përplasje fizike si pasojë edhe e miratimit të Komisionit Evropian për hyrjen e Bullgarisë në Eurozonë vitin e ardhshëm. E teksa shtetet në fakt, të cilët nuk janë ende antarë të Bashkimit Evropian dhe nuk janë pjesë e Eurozonës, kërkojnë më ngurëm që të jenë, ka disa parti në Bullgari që në fakt janë kundër kësaj, si për shembull partia e ringjalljes së ekstremit të djathtë. Ligjvënësit bullgaru përplasën me njëri tjetrin, me njëherë pas dhe miratimit, ku deputet nga partia e ringjalljes së ekstremit të djathtë nisën të konfliktojnë fizikisht me kolegët e tyre. Mira demonstrues gjithashtu valvitën flamujt bulgar dhe brohoritën jo kolonializmit euro, e umblodhën në kryeqytet për të shprehur kundërshtimin ndaj lëvizjes së Eurozonës, të cilën partia e ringjalljes e ka kritikuar ashpër. Brenda kuvendit tensionet u përshkallëzuan, konfliktuan fizikisht kundërshtarët me njëri tjetrin, bllokuan dhe podiumin.
Një vendim në favor të adoptimit të Erdos është hapi i dytë i madh i Bullgarisë brenda një viti në rrugën e shtetit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Rikujtojmë se në janar Sofia u bë anëtare me drejta të plota të zonës Schengen dhe kufijtë e Bullgarisë me Greqinë dhe Romaninë tani janë plotësisht hapura. Në Bundestag në Gjermani do të shkojmë për të parë një moment i cili në fakt ka marrë shumë vëmendje në rrjetet sociale. Një antare e parlamentit, e cila zgjodhi që në seancën e radhës në fakt të ishte prezente e veshur me një bluzë që lexon Palestina. Përpasoj ishte edhe kryetarja e parlamentit, e cila kërkoi në njëherë largimin e deputetes në fjalë të partisë së Majt, Transin Konturk, nga sala plenare e Bundestagut. Konturk refuzoi të ndryshonte bluzën që mbante dhe shkrimin Palestinë. Presidenti e Bundestagut, Julia Klöckner, ndërhyri gjatë seancës duke e quajtur veshjen e deputetes një deklarat politike të papërshtatshme në mjedisin parlamentar. Kjo si pasojë rregullave të dhomës, të cilët ndalojnë çdo formë mesazhi politik të shfaqur përmes veshjeve apo simboleve gjatë seancave. Por ky nuk është incidenti i parë, qoftë i kësaj deputete po edhe në raste ndryshme. Pikërisht Kokturk në ditën e saj të parë në Bundestag kishte veshur një shall tradicional palestinez, i cili shkaktoi reagime të forta nga radhët e konservatorëve të CDU-s, të cilët kërkuan ndalimin e simboleve të tilla në sallën plenare. Por ka pasur edhe persona tjerë cilët nuk janë politikanë, nuk janë deputet, nuk janë antarë Bundestagut, por për shembull fëmijë të cilët në ekskursionet e shkollave kanë qenë brenda Bundestagut për të parë edhe të gjitha sallat edhe ambientet e brendshme. Një prej tyre në fakt kishte veshur një bluzë mirë se vini emigrant dhe përpasoj u detyruar që të largohej nga godina, sipas edhe rregullave të dhomës, të cilët ndalojnë të gjitha veshjet që më kanë përmbajtje politike. Patjetër që ka pasur element në rrjetet sociale të cilët e kanë deri në një farë pike pranuar edhe këtë vendim të fundit presidentes Bundestagut për ta larguar sërish Kokturk nga salla e Bundestagut, nga ana tjetër ka pasur të tjerë që e kanë kritikuar duke marrë parasysh se ishte një thirrje apo edhe një moment i cili duhet lavdërohej apo duar trokitej. Në parlamentin e Zelandës së Re, do të rikujtohet se në nëntor të vitit 2024, vetëm disa muaj më parë, një protestë masive u bë nga komuniteti maori në kuadër edhe të rishikimit të një traktati marrëveshje për sa i përket tokave të indigjenëve të komunitetit maori. Përpasoj, në nëntor 2024 u zhvillua dhe kjo performancë haka nga 3 antar maori të parlamentit, një moment i cili u diskutua masivisht në të gjithë botën për shkak të performancës, rëndësisë së saj, por edhe elementeve zbavitës që mund të gjehen mes saj. Por, informacionet e fundit tregojnë se Parlamenti i Zelandës së Re në mbledhjen e fundit ka vendosur pezullimin e këtyre deputetëve të cilët performuan edhe këtë valle tradicionale haka e quajtur e komunitetit maori. Është Hana Rahiti Maipi Clark, e cila filloi edhe kërcimin tradicional, u pezullua për 7 ditë, ndërsa bashkëkryetarët e partisë së tyre, Raviri Vaiti dhe Debbie Packer u ndaluan për 21 ditë. Dhe ky vallëzim tradicional haka, në fakt i cili përdoret pikërisht përpara se të nisin luftimet tradicionalisht, u krye në kuadër edhe të manifestimet apo demonstratës së tyre për një përregjlim që kërkonte të ripërcaktonte traktatin themelues të vendit me të Zelandës së Re me popullin maori, ku do doja të rikujtohet se jashtë parlamentit protestuan 40.000 njerëz kundër edhe rishikimit përcaktimit të territorit sipas një përregjligji të ri. Teksa flasim për informacione nga Zelanda e Re, gjithashtu kryeministri i Zelandës së Re është bërë pjesë e një skandali. Christopher Luxon, një prej stafëve zëvendës sekretari kryesor i shtypit i Luxon, është zbuluar në fakt se fotografonte gra dhe vajza në ambiente të ndryshme, duke krijuar kështu edhe materiale intime, sensitive në telefonin e tij dhe më pas i ruante dhe i shpërndante ato. Është akuzuar për fotografimin dhe video të grave në mënyrë të fshehtë si edhe për regjistrimin e zërit të punojësve të seksit. Dhe përpasoj antari i stafit, Michael Forbes, është dorëhequr nga detyrat e tij. Akuza dolën në dritë pasi një punojëse seksi tha se vuri re se telefoni Forbes kishte regjistruar audio ndërsa ai ishte në dush. Mirë, do të shohim se çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, informacionet të cilat patjetër janë bërë evidente edhe nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale, aty ku duket se Donald Trump vijon
që të jetë mjaft prezent dhe e radhës në fakt është edhe njoftimi për ndalimin e vizave për 12 vendet të botës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kështu presidenti amerikan rikthen politikën e ndalimit të udhëtimeve duke nënshkruar një shpallje të re, e cila ndalon hyrjen në Shtetet e Bashkuara për shtetas nga Afganistani, Myanmari, Çadi, Republika e Kongos, Guinea Ekuatoriale, Eritrea, Haiti, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni dhe përveç ndalimit që hyn në fuqi të hënën në mesnat, do të aplikohen edhe kufizime shtesë për udhëtar nga Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan dhe Venezuela. Duhet të veprojë për të mbrojtur sigurinë dhe interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara dhe popullit të tyre ton, tha Donald Trump në deklaratën e tij zyrtare të bërë evidente dhe nëpërmjet rrjeteve të tij sociale. Vendimi bazohet në një urdhër ekzekutiv të lëshuar nga Trump në ditën e inaugurimit të tij më 20 janar, përmes të cilit u kërkuar nga Departamenti i Shtetit, ai Sigurisë Kombëtare dhe Drejtoria e Inteligjencës Kombëtare që të përgatisin një raport mbi vende që përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Por, gjithashtu në mandatin e parë, Donald Trump nënshkroi një traktat të ngjashëm, një urdhër të ngjashëm në janar 2017 që ndalonte hyrjen në SBA për qytetarët e 7 vendeve me shumicë muslimane: Irak, Siri, Iran, Sudan, Libi, Somali dhe Yemen. Përsa i përket informacioneve nga Donald Trump, ai gjithashtu ka zhvilluar një bisedë telefonike me Vladimir Putin, e cila ka zgjatur 75 minuta. Kreu i shtëpisë parë tregon se Putin është i vendosur për të përgjigjur ashpër ushtarakisht sulmeve të Ukrainës ndaj bazave ajrore ruse në Siberi dhe urës së Krimes, dhe gjithashtu bë me dije se Putin është priori gatshëm të marrë pjesë në diskutime me Iranin për armët bërthamore. Një bisedë telefonike është kryer edhe mes liderit udhëheqësit shpirtëror dhe kreut të Kishës Katolike Papa Leonit 14 dhe presidentit rus Vladimir Putin, ku nëpërmjet një informacioni të bërë publik në rrjetet sociale, Papa Leoni 14 ka zhvilluar një bisedë telefonike me Putin dhe gjatë bisedës, përveç çështjeve me interese të ndërsjellë, u kushtua vëmendje veçantë situatës në Ukrainë dhe paqes. Papa bëri apel që Rusia të ndërmarrë një gest që favorizon paqen, duke theksuar rëndësinë e dialogut për realizimin e kontakteve pozitive mes palëve dhe për të gjetur zgjidhje për konfliktin. Do të kuptohet se Papa Leoni 14 shpreu gatishmërinë e të qenit vendi ku do të mbaheshin dhe Vatikani. Pra, pasi Papa Leoni 14 është edhe kreu i shtetit të Vatikanit, ai deklaroi se Vatikani mund të ishte vendi, mund të ishte shteti ku mund mbaheshin diskutimet e negociatave mes Ukrainës dhe Rusisë për një paqe të mundshme, diçka që u mbështet nga kryeministra italiane Giorgia Meloni, por në fakt u refuzua nga Kremlini zyrtar nëpërmjet dhe zëdhënësit të saj, duke e hequr në fakt edhe Vatikanin si një pozicion apo një shtet apo një vend ku mund zhvilloheshin bisedimet e paqes. Në kohë Papa Leoni 14 vijon me retorikën e tij të thirrjes për paqe, duke shprehur se u diskutua për situatën humanitare, për nevojën për të mundësuar ndihmat aty ku janë të domosdoshme, për përpjekjet e vazhdueshme për shkëmbimin e të burgosurve, si edhe për vlerën e punës që në këtë drejtim po kryen kardinali Zuppi. Papa Leoni bëri gjithashtu një referencë për patriarkun Kirill, duke falenderuar për urimet e dërguara në fillim të pontifikatit të tij dhe theksoi se vlerat e përbashkëta të krishterë mund të jenë një dritë për ndihmuar në kërkimin e paqes, mbrojtjes së jetës dhe ndërtimin e një lirie të vërtet fetare. Teksa flasim në fakt mbi informacionet nga Italia, një ngjarje e rëndë shënuar në Itali ku një vajzë me origjinë rumune, 30 vjeçare, është gjetur e vrarë në një zonë të humbur, ku trupi i saj i coptuar. Së fundmi detaja kanë dalë për sa i përket edhe rrëfimit të autorit të ngjarjes është Vasile Frumuncake, i cili rrëfeu përpara prokurorit italian vrasjen brutale të Denisa Maria Das, e cila ishte një punojëse seksi 30 vjeçare rumune, trupi i së cilës u gjet i coptuar në një zonë të pyllëzuar në Montecatini të Termes. Punojësi i sigurisë 32 vjeçar u arrestua në ndyshimet si autori i ngjarjes së rëndë. Sipas rrëfimit të tij, Denisa u vra natën mes 15 dhe 16 majit në dhomën 101 të një hoteli në Prato, ku ajo priste klientët dhe ai e kishte kontaktuar përmes një aplikacioni takimesh. Sipas dëshmisë pas kryerjes së marrëdhënies seksuale, ajo kishte kërcënuar se do t'i tregonte bashortes së tij për raportin, duke i kërkuar 10.000 euro në këmbim të heshtjes. Ajo më tha se kishte kontaktuar gruan time dhe më shantazhonte për para. Prandaj e vrava, ka deklaruar 32 vjeçari përpara dhe prokurorit. Në fakt, detajet janë mjaft të rënda nga vrarja e Denisa Maria Das në Montecatini të Termes.
një informacion vërtet i rëndë dhe një situatë e cila fakt është në vazhdon e disa ngjarjeve me në bazë femicidin, pra krime makabre kundrejt vajzave dhe grave në Itali. Me këtë informacion kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se të gjitha këto, por edhe shumë të tjera mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale. Ju ftoj ta ndiqni në webfaqen abc-news.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim. Non grava!